angazhimi jem ka qenë që Kosova të jetë shtet i pavarur, i lirë dhe demokratik. Do thotë, kur unë kam hyrë në aktivitetin tim politik edhe shtetëformues, dhe ajo që e di unë dhe që është faktik është se kjo është kriju. Është kriju. Këtë e kemi thënë, kjo është kriju. Ndërkohë që premtimet të tjera për bashkim kombëtar, për bla bla bla, nuk janë asnjë. Nuk janë asnjë. Tani qytetari duhet ta vlerësoj. Ta vlerësoj, a jam unë me Serbi që s'kam lëviz nga diskursi im. Është Kosova e lirë, e pavarur, e integrume, a jam unë me Serbi. Ose a janë shokët e mi me Serbi. Unë po tani reagim ai Hysamedin Ferajt në Facebookun tim, i kërkoj ndjes qytetari se ka qenë banal, po është e paderueshme një person madhor që ka pas rastin të vi si që kanë ardhur shumë shqiptarë nga Shqipënia, të kontriboj dhe ai tash qohët, ju thot shokëve të mi, thot jeni me Serbi. Nuk është e lehtë kajtazi, edhe po të thonë juve dikush që jeni me Serbi, nëse merr parasysh angazhimin, po them nga vitet 90 këtej, si do t'i reagoje, po ta thonte në sy secilit deputet i VV-s, nga ajo që përmendet e përflitet më shumë dhe zonja Diona Mihali, edhe ish deputetja Adriana Matoshe, figura tjera të VV-s, si do të reagoje? Do doja që kisha qetësien tani që kam. Do doja që ta kisha qetësien dhe të ruaja këtë qetësi dhe të injoroja. Do doja që t'isha përndryshe, në qoftë se nuk jam në element të mirë, mund të ndodhë skandal. Po do doja që të kem këtë qetësi që ta injoroja. Ta injoroja për arsye se as Adriana, as ajo Mihajli nuk e kam përjetuar momentin. Policia sërbe në shtëpi me të kërku, edhe me t'i thonë në stande, ku e ke djalin, nëse nuk në i dërzon djalin, këne marrë natën me të dhunu. Nuk e kam përjetu, nonat e tyne nuk e kam përjetu këtë moment, dhe prandaj flasim, çfarë të vjen në gojë. Nuk është e lehtë për ju, edhe kur po flisni tash për këtë situatë, dukeni përmbajtur natyrisht, por nuk e përjetoni lehtë. Them, nëna ime këtë ma ka tregu pas luftës, nuk ma ka tregu në kohën kur ka ndodhur. Në sarë që kanë ardhur policia sërbe më kanë kërku, nënës ja kanë lënë këtë mesazh, ose sillni djalin, ose kena marrë me të dhunu natën. Dhe tani ti përjeton fyrje nga më të ndryshme. Je me këtë, je me atë, për shembull mua më shkruajnë, je agent i Kosit, je agent i UDBA-s, ndërkohë që jam personi i parë në Kosovë që shtetin ka shkollu që ta luftoj UDBA-n edhe Kosin. Bile njëri më kishte shkruar se edhe gruan e ka agent UDBA-s e të Kosovës. Tash çfarë thuash? Kjo përndon polarizim dhe polarizimi e fundit kajtazi. Interesi kujt është objektivisht? Unë kam shkëndësarisht e kam shkruar, kam botu librin, Siguria sfida që vazhdon për Kosovën, e kam dëshmu përmes dokumentave të shërbimeve inteligjente sërbe, se polarizimi dhe përçarja ka qenë doktrinë e tyre. E hartuar qysh në vitin 1860, qysh Garashanin pasi e ka bë në Qërtanin, ka hartu 2 dokumente operative për veprim në drejtim të shqiptarëve, thirrët kushtetuta e veprimit politik. Thirrët kështu, dhe që atëherë është pasi është bë studimi, ka thonë se shqiptarët i administrojmë më së miri nëse të ta arrijmë ta përçojmë
frymën e polarizimit të skajshëm. Pastaj kjo është trashëguar edhe nga shërbimi i Jugosllavisë mbretore edhe nga UDBA. Këto e kam faktu me dokumente, nuk është ndonjë analizë, po është e faktuar me dokumente.